Një ngjarje e rëndë ka tronditur në orët e para të mëngjesit qytetin e Shkodrës, ku një turist amerikan ka vrarë bashkëshorten e tij dhe më pas ka tentuar të vetëdëmtohet. Ngjarja ka ndodhur në një banesë të marrë me qira në rrugën Atë Shtjefën Gjerçovi, pranë kishës franceskane, pranë qendrës së qytetit të Shkodrës. Sipas informacioneve të policisë, mësohet se viktima është Sandra Saporit, 53 vjeçe, shtetase amerikane, e cila kishte ardhur së bashku me bashkëshortin e saj Brandon Saporit, 57 vjeç, për pushime në vendin ton. Ata kishin mbërritur para disa ditës në qytetin e Shkodrës dhe një ditë më parë në rrjetet sociale kishin postuar foto nga udhëtimi i tyre në kryeqytet. Dyshohet se pas një konflikti mes çiftit, 57 vjeçaria ka goditur bashkëshorten me mjetprerës, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit ai ka tentuar të presë damarët, por ka pësuar vetëm plagë të lehta në duar. Autori është shoqëruar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet i jashtë rrezikut për jetën. Sipas burimeve të para nga hetimi, ai dyshohet të ketë qenë në efektin e alkoolit në momentin e krimit. Policia ka sekuestruar dhe kamerat e sigurisë së banesës, ku ata qëndronin me qira prej disa ditësh. Policia e Shkodrës ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje dhe ka izoluar zonën, ndërsa grupi hetimor bën punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje të rëndë,